Kemi mbledhur luleshtrydhje në fushë. Me luleshtrydhjet do bëjmë reçel luleshtrydhje. Do t'i heqim bishtat, do t'i lajmë, do t'i pastrojmë dhe pasandaj do fillojmë procedurën e reçelit. Tani që kemi pastruar të gjitha luleshtrydhjet, i kemi peshuar, janë 2 kg luleshtrydhje, do hedhim 1 kg gjysmë sheqer. Do hedhim sheqerin nga sipër, do e lëmë derisa të lëngëzohet, pasandaj do e vëmë në zjarr të ngadalt derisa të na bëhet reçeli në trashësinë dhe në masën që neve duam. Të gjitha procedurat do t'i shohim përsëri një nga një. I hedhim sheqerin nga sipër. Ja hedhim të gjithë sheqerin dhe lëmë derisa të lëngëzohet. Tani që luleshtrydhjet e kanë lëshuar lëngun e vet, e marrim masën dhe e kthejmë në tenxhere dhe e vëmë të ziejë në zjarr të ngadalë derisa të jetë gati. Tani luleshtrydhjet i kemi vendosur në tenxhere dhe kemi vënë në zjarr të ngadalë që të ziejnë deri në barinë e tyre, duke hequr her pas here shkumbën që krijohet nga sheqeri. Tani reçeli ka filluar të ziejë edhe me ndihmën e një luke marrim heqim dhe shkumat që krijohen nga sheqeri. Në këtë mënyrë vazhdojmë derisa të heqim komplet shkumën dhe derisa të na krijohet reçeli në atë masë dhe trashësi që neve duam. E kemi lënë reçelin e luleshtrydhjes të ziejë për rreth 1 orë, duke i hequr shkumat që ja krijon në ban. Tani e lëmë edhe ja 5 minuta, e fikim dhe i kthejmë direkt nëpër kavanoza për të krijuar të kondesimin dhe për të bërë mbyllje hermetike e kavanozës dhe kthejmë përbys. Tani që u fik soba, reçeli ka përfunduar, marrim dhe kthejmë direkt nëpër kavanoza të nxehtë siç është. Mbushim dhe kavanozën tjetër, i vëmë kapakët dhe i kthejmë përmbys. Kuptohet që reçeli i luleshtrydhjes del pak më i hollë, sepse është vetë të lëshon shumë lëng. Dhe i kthejmë përbys. I kthejmë përbys dhe i lëmë derisa të ftohen. Ja dhe reçeli i luleshtrydhjes ka përfunduar ziejjen, e kemi vendosur nëpër kavanoza dhe kemi serviruar në pjatë. Kjo ishte menuja jon për sot. Ju bëftë mirë. Reçel luleshtrydhje.